Kur Bilali radiallahu anhu po jep të mendimin e tij për një çështje, Ebu Dherri i kthehet shumë keq, i thotë: po na jep mend ti, o i ziu, biri i Zezës. Bilali lëndohet shumë nga kjo fjalë dhe largohet. Ebu Dherr al-Ghifari vinte nga një fis të fuqishmish. Resulullah sallallahu alaihi wasallam i thotë: o Ebu Dherr, ti ke në veten tënde xahiliet prej xahilietit. Ebu Dherri thuhet që ka qenë rreth të 5 jetave. Dëgjoi fjalë të rënd prej Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe nuk u përdrodh. Ja Resulullah, po ne kshu jemi rritur, unë se kisha me të keq. Jo, e pa maksin të vetja e tij, e pranoi direkt. Dhe si burr që ishte me cilësi të vyera prej cilave ne mësojmë shumë, nuk e kapi Bilalin vetëm dhe ti thoshte: o Bilal, ma bëj halal, nxitohemi, njerëz jemi. Poshtrimin Bilalit ja bëri në publik dhe kërkimin e faljes Bilalit ja bëri në publik. Shkoi përpara të gjithë atyre që e poshtroi Bilalin, vendosi faqen e tij në dhe tha: o Bilal, nuk e shon faqen nga dheu bardhi i birit të bardhës, shkelur mbi faqen e tij këmba e të ziut birit të Zezës. Dhe Bilali kur e pa se sa larg ishte i gatshëm Ebu Dherri të shkonte për t'i kërkuar falje, e fali. Nëse kemi mangësinë vetet tona t'i pranojmë ekzistencën e tyre, ta preokupojmë zemrën tonë për ta përmirësuar veten tonë.